Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë të emisionit për mbrëmjen e sotme, do të fokusohemi te protesta e opozitës e mbajtur në 28 shkurt. Ndoshta edhe nuk do të fokusoheshim, por do të fokusohemi sepse protestat kanë filluar të ngjajnë njëra tjetrës, do ngjajnë si dy pika ujë me njëra tjetrën dhe vështirë të gjesh edhe çfarë thuash në këtë situatë. Por protesta e fundit kishte një veçanti nga të tjerat, sepse u sulmua dhe ish vila e diktatorit Enver Hoxha. Te bloku, vila e Hoxhës, u sulmua fort nga forcat që kontrollonte edhe flamuri, po dhe doktori kaloi aty. Ja le ta ndjekim në fillim ç'ndodhi ndodhi në protestë dhe deklaratat e doktor Berishës. Shkurti do të shkruhet, do të gdhendet me germa të arta në historinë e kryengritjes paqësore. Për trashëgiminë e Enver Hoxhës kam zero respekt dhe prekupim. Por pyeta çfarë ndodhi dhe më thanë ca njerëz me kostume të murme, me uniforma të agjentet policisë kriminale, u thonë protestuesve se këtu tani banon Edi Rama. Dhe ata ju kthy. Pra, ato fishek zjarre që u hodhen aty, ishin kundër Edi Ramës, urrëtie për Edi Ramën. Në fakt Edi Rama nuk banonte aty, se e sqarova, banonte tek vila me Metshehu. Sigurisht ndjej shumë keqardhje për ata të huaj që kanë qenë aty dhe i siguroj që ata nuk kanë qenë kurrë objekti i atyre që kanë hudhur ato mjete piroteknike. Jo, por s'kan ditë se janë aty. Pra nderuar teleshikues, ne ishim përpjekur të bëjmë sinkron, siç bëjmë zakonisht për t'ju përcjellë ju keni parë të gjitha vetë dhe më shumë se ne kuptohet, dhe dini t'i spjegoni. Por një gjë bie në sy dhe përpjekja qoftë edhe të shkruhet e Vila e Hoxhës, duket, ndoshta kam gabim unë dhe do pyes dhe të ftuarit të gjithë, duket sikur të gjitha këto bëhen për të marrë foto lajme, për t'ju përcjell të huajve, po dhe kaq ai vend të duhen këta të huaj sa po mund të gënjeshin me foto lajme edhe kështu që ja çfarë bëhet. Çështja është, domethënë jemi midis, domethënë me ideja për të mbledhur fotolajme, për të huajt, apo përpjekja për të mbledhur njerëz për të rrezuar vërtet Edi Ramën. Se duhet njerëzit të vinë dhe të rrezojnë Edi Ramën. Për këtë diskutuar për këtë çështje, un kam sot zotin Ervin Saliani, ish deputeti i Partisë Demokratike, ju ktheve në ish gjithmonë zotëri tani, si të mbeti ish. Ashe jam antar kryesie, kështu që njësë. Në kryesi nuk të kanë lëvizur akoma? Edhe pse ti... Jam i vetë përjashtuar, por jam, po. Në më të një vetë përjashtuar dhe në kryesi... Po me vetë përjashtim. Nuk je vetë përjashtuar akoma nga kryesia? Nuk është se ka një rëndësi. So dy herë të fundit që s'ke dalë, Salian, pse? Jo, më kam dalë çdo herë, nuk për protestën tu. Protest ishe, këtë radhë? Tjetër, në çdo protestë. Po si që nuk hodhe gjera kështu? Po jo, unë kisha bërë ecjen në mëngjes, kjo ishte ecjen pasdite. Ishte ecje pasditës. Po ecje këtë tani. Po pse çfarë që unë të ata? Jo, se disa fotografi merren aty dhe i çojnë perëndimit. Shikoj, ka një gjë që arsye për të protestuar ka pafund. Po strategji, leadershipi nuk ka. Ka strategji thotë. Po ishte bëra disa xhiro edhe unë, por si mundet tani strategu më i madh i këtij vendi briti në këtë pikë. Shikoj, kjo ka një problem që qeveria, do ta diskutojmë, po Po të them pak në me që se bërë me batut, që qeveria ka, po themi, moralisht, pa diskutim që kërën, e kapur në 1000 skandale.
Problemi është që narrativa që ka leadershipi i Partisë Demokratike është një narrativ që i shkon në favor Ramos. Përfshi dhe kjo, po themi, paqartësia strategjike edhe në këtë rastin e protestës, diskutohet tani se u hodhën ca Molotov në për Kazan. Nuk është problemi, nuk kanë prodhuar korrupsion në Kazanët e plerave. Edhe shpëtu nga plerat atë demonstratë. Revolta e qytetarët që dalin protest, pa diskutim janë për të vlerësuar, po ndërkohë drejtimi është edhe në këtë rast i gabuar. Pra kishte, po themi, nëse mund të bëj një shembull në mënyrë, po themi, figurative, apo për të treguar se ku është... Do hymë më gjërësisht të prezentoj dhe kolegët... Ishte Ministria, është Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Brendshme. Pra ka një mi gjera, po ju më diskutojmë më mbrapa. Po do të diskutojmë sigurisht, e thash pra zoti Saliani, zoti Batona Gjiu, mentor Nazarko dhe Antona Bileka, i mirë mbrema dhe faleminderit shumë që do të ndihmoni, fort do jeni po ndihmoni, se edhe gjera të që sikur në shfaqen gjithmonë për jashtim të vilës së Shokut dhe Enver, ja e kanë shnuar dhe këta tanët, Berisha kërkon Ramën në vilën e Enverit. Se doktori tha që në tha, shërbimet sekrete, shërbimet e këtyre, policisë e këto i thanë që është strehuar Rama aty ndajken, po këtë do të vrisë Ramën këshu ajo. Thua? është të vrasësh është? Tem? Ma shumë vishë zjarë e se mërë të, s'pati, asë gjithë së dojgjët. Së dojgjët, thua. As nga këta të uajt? O të rëmën që i edhe të shkajtë, se s'këshin parë, po. Në pjesën e dy në të flasim për gjën atë që ka shpërthyer në botë, në mes Iranit, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë sulmuar Iranin, luftën që ka shpërthyer aty, rrezikun që bart me vete kjo luftë dhe ndoshta se ndonjëherë luftat mos ka dhënë rrezik për ne. Se kthemi këta mujahedin të vazhdojmë të kemi një mentor këtu, digjet jo. Janë, por çuditërisht në këtë periudhë. Jo, do të pyes atëherë un po. Nuk janë i kemi këtu, nuk janë. I kemi që ç'kemi ata. Po mos marrin qeverin tani ata, jo thua. Po presin. Se ne nuk e dim sa të fortë janë ata, me që kanë ardhur këtu ne ata mund të mos ekzistojnë fare. Megjithatë tani zoti Saliani, ata janë edhe kanë shpallur. edhe një herë tani zoti Saliani për të marrë spunton edhe për të mos rënë në mërzi, situata, biseda. Kjo protestë e radhës tani si e ke kuptuar ti synimi, se tani ti vazhdon të jesh antari kryesisë dhe antari kryesisë synimin do ta thotë. Ç'është ky synim? Në kryesi je mbledhur ti ndonjëherë, ke vajtur këto kohë. Do të them, por nuk kanë bërë mbledhje, po do të bëjmë mbledhje kryesia do para. të them si e shikoj unë të vërtetën. Si e shikon ne? Të vërtetën. Si janë mbledhur këta? Unë e shikoj që këto janë protesta për prillin, jo për Druzu Ramën. Për një prillin. Jo më në prill, se ta them se janë për prillin. Në prill Pa që do zgjidhë doktori. Patjetër, se nuk kjo është e qartë. Po pse mos ja thash dhe një dy të tjerëve unë? Tani ja një sekond Saliani ja thash edhe po më lër të them një. Po jo, këtë do thuash po. Ai zgjidhet edhe pa bërë këto më. Po mirë më. Se aty vetëm Po shiko tani. Thuaj. Partia Demokratike ka pasur edhe pa diskutim që ka një topitje. Pra u bë kjo lëvizja që po bëj bashkë me një grup nëpër Shqipëri. E ka zgjuar pak Partinë Demokratike, po pa diskutim që antarësia e Partisë Demokratike është e mërzitur për shkak të humbjes së një pasnjëshme. Dhe këto që bie dakordun tek kjo që nisi pakën tonë, që këto nuk janë as protesta, këto s'janë as protesta të dhunshme, as protesta paqësore. Pra është një gjë ndërmjetme, i të fishek zjarre aty, bëj një xhiro një orë dhe ik. Këto nuk thrasen as sentimentin apo ndjeshmërinë e qytetarëve për vjedhjen, për korrupsionin, për palishmërinë, që t'jenë masive. Po ndërkohë demotivojnë edhe militantët, sepse është e njëjta skenë e parë. Hidhen ca fishek zjarre, iket. Prandaj them unë që ka më shumë është një flak që do t'i mbyll syt, po themi, dhe t'i rezistojë ndryshimit. Pra Partia Demokratike ka të domosdoshme që të ndryshojë vetë, sepse tani po ta ndjekim çka ka thënë deri tani. Janë bërë 5 protesta në mos gaboj. 6 kjo më duket. Po për këtë vit. Për këtë vit. Po themi dhe do bjerë këtë javë, do bjerë javën tjetër. Çdo javë bie. Bie, ja. Pra, po ky është problemi që nëse rritet pritshmëria dhe çdo javë kryetari i partisë apo leadershipi i partisë do të arrëzojmë Ramën këtë javë, hajdeni këtë javë se do të arrëzojmë, po ndërkohë Edi Rama vazhdon punën e vet, por duhet ta shohim pak nga vetja, mos është strategji e gabuar kjo?
Dhe këtë kam thënë unë që Partia Demokratike duhet si fillim të përmirësohet vetë dhe pa diskutim të reagoj. Protesta pa diskutim që vlen si instrument reagimi për një skandal të ndodhur dhe duhet mbaje fokusit tek skandalet të ndodhura pa diskutim që vlen. Protesta me pritshmëri që këtë javë do të arrëzojë me Edi Ramën është problematike sepse kur nuk rrëzohet këtë javë pasaj, iku data. Sot se janë zorë sinkron pak më përpare, tha gabuam që odhëm tek kjo se ishin këta artistët e huaj. Gabuam që morëm pjesë tek ajo pak më përpara. Gabuam dhe kjo. Po u bën çikse shumë gabim. Jo, në fillim e pa me gëzim doktori këtë ngjarje që u sulmua ajo, ndërsa sot tha gabuam që ishin artistët. E di cili është problemi. Nëse tregohet forcë dhe nëse Partia Demokratike do të tregojë forcë, të bëjë kryeministria më. Të dali përballë aty ku është kryeministria. Nuk është problemi se nuk është si ndodhi se fishek zjarri janë mund të jenë trembur, pa diskutim që ajo është një edhe ç'a prodhoi dhe një element tjetër. Deri tek protesta e kësaj here nuk ka pasur asnjë reagim të asnjë prej ambasadave, domethënë po ta krahasoj me herët e kaluara kur ne kemi protestuar vitën përpara, ka pas reagim ambasadat, duke dënuar dhunën e tjerë. Tani patën vetëm në këtë rast, për shkak se ju dha pretekst, nuk patën herë të tjera, kur kishte, po themi përballje te kryeministria, se është pa diskutim që është popull i revoltuar, se është popull i vjedhur, është një qeveri e kapur shkelje, është një qeveri që po mbron korrupsionin, një qeveri që po përplaset me drejtsinë që deri tani ne kishte ngritë sikur është etalon për gjithçka në Shqipëri si institucioni më i mirë dhe kështu me radhë. Kështu që kështu e shikoj dhe madje e shikoj edhe me një problematik tjetër. Që kjo është vendos fokusin dhe i shkon në favor Edi Ramës. Jemi okej se kam pyetje tjera, por i shkon në favor të Edi Ramës. Po diskutimi i shkon në favor, sepse është vendos fokusin nga problemi. Sot, për shembull, Partia Demokratike mund t'i kishte, po themi, po e quaj në mënyrë figurative, mund t'i kishte zaptuar hapësirën publike duke diskutuar për dosjen, ka dosjen e korrupsionit. Nuk po e nxjerr të palishmërisë, po them, për të qenë në rregull. Nuk po e nxjerr Partia Socialiste. Partia Demokratike, për shkak se Edi Rama bën këtë rezistencë, duhet dilte dhe të thoshte që ja ku janë faktet, 1, 2, 3, 4, 5. Pra, qa sjell, kjo është pyetja racionale që ka kushdo që do që të rrëzojë që Edi Rama të largohet nga qeverisja dhe të mbaj përgjegjësi për keqeverisjen dhe korrupsionin. A është mënyra e dur, forma e reagimit as shumë e dhunshme, si s'është kjo, as pak e dhunshme në fakt, po nga ana tjetër, fakti që ngrihen pritshmëritë largojnë qytetarë që mund dalin të protestojnë apo jo. Tani unë do të pyes ty. Sepse masiviteti e paralizon. Në Bullgari qeveria ra e mbylla në thuaç më tej sepse do të pyes vetëm këtë. Në Bullgari qeveria ra prej masivitetit. Po flasim për protestën pra. Ka një mënyrë se ra në Bullgari për shkak të korrupsionit, 2 muaj përpara dolën njerëzit për këtë po them. Partia Demokratike dhe opozita në tërësi duhet të bëj këtë gjë, duhet të jetë dhe duhet frymëzoj. Pra këtu është problem. Pse s'dalin njerëzit? Se njerëzit janë pak. Duhet pyes kryesin ti. Flamurin gjithsa vokshin, doktorin. Ta them unë sepse nuk dalin pra. Po do ta thuash pra. Ky është problemi. Po të vi pyetja. Të i fut njëherë këta shokët unë shokët që kanë ftuar. Tani dje e re baton. Ore ti mos vazhdon të habitesh akoma megjithse ke shumë kohë në Shqipëri baton. Habitesh me këto i shikon vazhdimisht se në Kosovë dhe nuk ndodhin këto. Budallëqe ka sa duhesh në politikë, se në politikën botërore ka budallëqe. Po gjëra si këtu nuk është se ndodhin. Për shembull, u godit një objekt i ri, Viljen Verorgjës e Peti, e cila sot shërben si qendër arti. Tani të shmendoni për këtë, ju do më thoni me radhë, fillon batoni, por ndërkohë në fillim doktori ishte shumë i kënaqur për këtë goditje, pastaj sot doli shumë i trishtuar. Kishte artista, 10 artistë ishin aty. Po ku ti plasi që kishte artista aty, punë e madhe? Ti s'duhet të bësh atë, të godasësh aty. Ai ishte një monument kulture. Auschwitz ruhet akoma. Ruhen edhe vendet edhe Spaçi duhet të mbahet për t'i treguar historisë së Shqipërisë çfarë ka ndodhur. Të gjitha duhet të mbahen. Çfarë do të thënë kishte 10 huaj aty? Do me thënë ti u trishtove sot se kishte 10 huaj. Që do me thënë kjo? Që kupton? Atëherë, të njëti? Kulturalisht është një katastrofë, është antihistorike, por mendoj që dhuna mbi kujtesën ylli është dhunë e frikacakëve. Ata të cilët në momente caktuara të jetës o s'kan qenë gjallë fare, o nuk kanë marrë pjesë
në rrëzimin e momenteve të caktuara të diktaturës komuniste. Dhe një prej këtyre njerëzve që ishtë dash tjetë i pari kundër, do të ishte kryetari i Partisë Demokratike. Parasysh se ai e ka prek momentin e largimit të dhunës dhe simbolikës të dhunës që në vitin 1991. Tash, po e shikove diskursin, edhe po e shikove fjalit dhe fjalet që përdor doktori, janë poaq dikun rreth 35 vitet vjetra, cilat janë do të shkruhet me shkronja tarta. Kjo është momenti historik. Kjo është historia e rrëzimit, dhe historia e rrëzimit që e përmend doktori nuk ekziston. Dhe ajo që ekziston realisht te gjua doktorit është diskuri që i pëlqen vetëm pushtetit, realisht. Dhe mund të them ylli se do t'je shumë i paft në strategjinë e leadershipit dhe në paqartësi strategjike si që përmendi edhe Saljani, si opozit që ta mbash pushtetin në këtë mënyrë. Unë më vjen Si ta mbash pushtetin? Të kërkosh pushtetin, jo ta mbash? Jo, që ta mbash. Kjo është mënyrë për me mbajt pushtetin. Për të mbajtur Edi Ramën, thua? Po, as nuk kam, është vetëm mënyrë për me mbajt pushtetin. Doktori thua ti po lufton që të mbajë Ramën. Duke mbajt pushtetin, ajo mban edhe veten. Nuk ka rrugë tjetër. Ajo që është ajo që sot quhet proteste e opozitës, është dhunë ndaj vetvetes. Parasysh se e krijon imazhin e keq për veten dhe për faktin që nuk ke as pozicion strategjik, as strategji leadershipi, dhe kjo është një farë vujtje e pushtetit opozitar, edhe vujtje e liderit të opozitës, i cili për të ardhur keq ende nuk e kuptuar se nuk ndërtohet masa kritike kështu, me kaq vite në pushtet, nuk ndërtohet edhe rrëfimi për masovizimin e protestës, dhe aq më keq që dëshiron ta krijoj atë farë mozaikun e çuditshëm shqiptar, ajde të gjujmë bomba, fishek zjarre dhe ta krijojmë një fotografi, shkruan Reutersi, pastaj përcillet te ne si kur kanë shkruar gjitha mediat e botës. Dhe kjo është gjithashtu një farë propagande cila nuk ka kuptimin e viteve të 90-ta. Jemi larg një realiteti se si bëhet PR-i i një strategjie politike. Dhe me të thënë drejtën, Partia Socialiste është në vitin e 14 të saj, me kaq ndryshime të njerëzve, me kaq probleme që ka, vetëm një parti, çfarë është Partia Demokratike, mund ta mbaj në pushtet. Ajo që është për të ardhur keq, se Partia Socialiste me këto gabime që bën, me mbet në pushtet, vetëm këta i rujt Zoti, s'kam që me thënë. Do me thënë ti thua i ka dhënë supet Edi Ramës dhe po e mban me pajir. Jo, ja kanë vendosur gjitha hekurat për rreth dhe e mbajnë një përmendore të gjallë ma të madhe se sa kur do herë. Dhe këta janë njerëzit në buroja e realisht e kryeministrisë dhe gjitha institucioneve shtetërore. Nuk kanë as diskurs, as gjuhë, as dija, as strategjia, sa mund t'i përmendi 10 epitete, 15 të mungesës e idesë se si rëzohet pushteti, ose si zëvendësohet. Anton, ka vanë fort sot e ekura, po mbajnë e kemë Edi Ramën. Thot Batoni. Qiko, opozita ka diçka që nuk e bën mirë, kjo është i qartë, për derisa nuk po arrin rezultatin. Dhe që nuk po arrin të bindë asatar qytetarë që vinë aty, që të bëjë atë protestën permanente, i thot, për të arritur rezultatin. Këto manifestimet, shëtitjet që quhen këto, gjitha qofshin me apo pa fishek zjarre dhe molotov, në fakt nuk po arrin të frymëzojnë askënd në arritjen e qëllimit për që të besoj që të do arritet qëllimi për qeveri teknike. Çfarë bëjnë? Në një anë kemi Ramën që i përdor tonë në mënyrë të shkëlqyer. Si i përdor? I përdor
duke mos nxjerrë më ato gratë, policët femra, gra, dy vajza dhe gra që dalin në rresht parë dhe që e shmangin përdoren si zbutës të çdo tendence për dhunë, por nxjerrë policinë armatosur, nxjerrë ato cisternat e ujit me piper, këto armët e gazit të qiellës, me qëllimin e caktuar që të përhap frikë e para, dhe e dyta është që të shpërqendrohej çështjen, mos të dalë një përballje maxhorancë opozit, e cila shndërrohet pastaj në një betejë, në një retorik e cila zgjat njësoj siç ka qenë deri tani, nuk ndryshon kurrë etj. Domethënë, e para është frika ndaj qytetarëve që mos marrin pjesë, po morën pjesë, do kemë përplasje të kota me policinë, do han gazin të qiellës edhe ujin me piper, pa asnjë lloj arsye. Kupton, se aty ka shumë qytetarë që nuk bëjnë asgjë protestë dhe goditen me dëmtohen nga uji me piper dhe gazi të qiellës. Dhe e dyta është që në vend që të flitet pastaj për skandalet që janë 3-4 dosje ndërkohë për të diskutuar, flitet për a u dojq Vile Enverit, a u odh gaz aty, a u thyet xhami kryeministrisë, a u ciflos dera ku hyn Edi Rama, apo jo, gjëra pa asnjë lloj vlere. Pa asnjë lloj vlere. Dhe arrin dera aty sa peshkohen dhe ambasadorët, futen dhe ata në një debat idiot. Disa deklarata. Duhet të ketë dhunë apo s'duhet të ketë dhunë e tjera, se kur u dojq Fukeja, unë s'pash në ambasadë huaj që të thoshe pse u dojq Fukeja. Dhe shumë vende tjera, vende Fukeja. Apo jo. Greqia. Po pra, kështu që Jo, po, kur digjen vërtet, po këtu bëjnë si kur digjen mojnë. Po pra, këtu bëjnë si kur digjen. Po pra. Dhe hynë pasaj e gjithë, ne kemi 3 ditë diskutojmë, a duhe i djegur, a duhe hedhur 3 molotov të Vile Enveri, se u trëmën 2 turistisht në ty. Ato, as zjarë, spati, unë zi një copë muri dhe një derë, ka që bërë. A duhe i bërë kjo apo jo? Sigurisht që itinerari nuk e përcaktoj, në qofë se e kënë ndjekur protestë, nuk e përcaktoj opozita, por e përcaktoj policia. Dhe dalja aty ishte rastësime. Vile Enveri si që por nuk ka... Jo, ishte rastësi, nuk dorin, sepse nuk i lejoj policia të kalonin, drejtoria e policisë, dhe ata u kthyen për nga bloku pastaj. Po nëse kjo është tjetër çështje, është detaj pa asnjë lloj rëndësie. Edhe sikur të ishin nisur për Vilën e Enverit, prapë është detaj pa rëndësi. Problemi është, a u ndërgjegjësuan më shumë shqiptarët e tuajt, u sensibilizuan më shumë për korrupsionin pas protestës, apo u shpërqendrua vëmendja nga protesta, nga korrupsioni te Vila e Enverit? 100%. A u arrit qëllimi apo jo? Po mirë, këta e duan vetë. Dhe mendoj që nuk u arrit qëllimi, sepse ne jemi të qartë, edhe ambasadorët duhet të dinë shumë të qartë. Kur Edi Rama mos nxjerr asnjë policë aty. Ta me fjalë të njëjtë gjë që po thua ti. Po këta e bëjnë vetë këtë gjë kështu. Se ti. Se kjo është shumë. Ti që nuk arrit qëllimin, dhe nuk e kuptojmë pse s'arrit qëllimin. Në qoftë se Edi Rama nuk do të zgjidhte asnjë policë para kryeministrisë, as në rrugë, as në parlament. Protesta e opozitës do ishte kështu. Do idheshin molotovët pas kësaj dhe do ishin gjithë në shtëpi. Se s'do kishte çfarë do bëjnë ata. Do pushtojnë kryeministrin. Edi Rama e di shumë mirë që një protestë që drejtohet nga një parti politike nuk e pushton dot, nuk ka 98, 14 shtator, 98 më në Shqipëri, se u provua një herë. Qartë. Berisha e provoi. Pra, e dinë gjithë që ajo është një protestë krejt e parezikshme. Por Rama e trajton si protestë rrezikshme pikërisht për këtë arsye. Qartë. Për treguar që kemi një opozitë të papërgjegjshme, që po bën protesta të dhunshme, që të shprehë thotë që nuk jam unë më i keq, më të këqij janë këta. Dhe këta e bien aty dhe shkon beteja te diskutimi të molotovëve përse. Ti në zarko? Ti e kape një atë dështimin e opozitës ose shtërzimin e opozitës për të prodhuar diçka të re. Meqense protestat e ngjanë njëra tjetrën si pika ujë. Pra u tentua të prodhoj diçka e re, sepse flaka, fishekzarët, molotovët drejt kryeministrisë kishin filluar të fikeshin. Kishin filluar të fikeshin, pra nuk jepnin të njëjtin efekt. Zjarri në një godin është diçka e re, cilësisht. Dhe po të shikosh nga fjalët që tha Berisha atë natë, po edhe të nesme, duke qartë që ajo ishte planifikuar. Pse ishte planifikuar? Sepse ai kishte gjetur atë gënjeshtrën e trash që ata ne nuk e dinim atje, njëherë tha ne nuk e dinim, tha. Domethënë ne nuk e dinim. Pa domethënë që ata e kanë marrë urdhrat nga ne që nuk e dinim, se ne mund t'i frenonim. E para, e dyta, pse ishte gënjeshtër, Berisha është dikush që lexon lajmet. Ajo është inauguruar nga Macroni. Është e pamundur që ai të mos ketë parë një aktivitet cilin ka marrë pjesë Macroni. Po pse është zgjedhur në gjykimin tim Vila?
sepse rezonon me disa përpjekje, disa lëvizje të Njeri nga ngjashme. kolegë tanë thosh ka dash ta privatizoj doktori. Po e thoshte, po e tha ai nga që i atribuan Berishës vetë përpjekjet për ta privatizuar, tha duan ndërtoj një kull, e tha para spakut këtë gjë. Por po tentoj të gjej edhe diçka tjetër racionale tek ky veprim racional. Unë mendoj që Berisha ka dashur të ndërtoj edhe një lloj paralele me këto lëvizje të gjeneratës Z në këto shtete si Nepali, si Bangladeshi, ku janë dhunuar dhe vilat e këtyre pasanikëve, kryeministra, ministra që janë poshtruar. Pra i ka dashur të ndërtoj një paralele të tillë dhe madje e ka asociuar me vilën e Surrelit, sepse po ta mbani mend, tha për 25 minuta ta mbi aty. Pastaj përhapi lajmin sipas cilit është parë një lëvizje, një eskort policie afër Surrelit, e cila po ikte në momentin kur nisi protesta jonë. Pra ai do që t'i krijoj edhe frikë Ramës, do që të asocioj po themi me lëvizjet ndërkombëtare të ngjashme, që kanë karakter shoqëror për të vërtetës, kanë karakter spontan, kanë rinin ashtu siç e tham, dhe unë mendoj që nëse do të gjenim një shkak serioz, racional, unë mendoj që ndoshta ai kërkon edhe përfshirje në Shqipëri të ndonjë negociatori ndërkombëtar. Një lloj siç ka ndodhur me rastin e çadrave të Bashës. Pra ai do që të krijojë idenë e krizës në Shqipëri, e cila kërkon një negociator ndërkombëtar. Mendoj që ky është shpjegimi më racional për një veprim si ky. Pra, po për serinë e veprimeve që mund të vinë. Pra sipas jush nga të katër bashkëforësit, goditja unë e kisha si pyetje e ndihmoj apo e dëmtoj protestën e PD-s, ju e thatë që e dëmtoj. Po jam më mjafton. Se iku vëmendja nga çka ndodh vërtet në Shqipëri. Po pra mjafton që ka gjysmore që diskutojmë për këtë që s'ishte, nuk është se ishte në një fardhune, se u bë këtu edhe ka ngritur narrativën Partia Socialiste. Jo, goditja simbolike ishte, jo më dhunë. Ajo ishte një goditje simbolike, por që ka marrë masa të tilla, që diskutimi tani nuk bëhet më që ore pse cilat janë arsyet. Është korrupsioni, është sulmi i Ramës ndaj drejtësisë, tentativa për kapur drejtësinë, mbrojtja është mbrojtja e një deputeti dhe ish numri 2 të qeverisë me forcën e kartonëve, pra abuzimi me miliona euro, në vend që të diskutojnë për këto, tani diskutojnë për fishek zjarët që nuk ishin as pak dhunë. Dhe ajo që bën çik më shumë problematike pasaj për njerëzit, që se njerëzit na ndjekin, nuk ka më njerëzit janë të mençur tani. Shohin edhe një element tjetër. Se ky element i dhunës, një sekond, se ka shumë rëndësi. Po jam të plotësojmë, ju po harroj detaj ti, sepse ai doli dhe u tall me ne në këtë mënyrë. Tha, shiko, atje tha, na na gënjyen, që ishte Edi Rama. Atje ishte Edi Rama dhe s'kisha asnjë polic që të ruante Edi Ramën. Po mirë, më pesë këtë. Jo, po këto tani, po ku t'ia thua këto tani se ti ke 35 vjet që flet në këtë mënyrë o zotri. Po ka një element tjetër. Meqense është kjo revoltë e madhe me të drejtë që njerëzit kanë revoltë se janë vjedhur me miliona euro. Tani sot ishte parlamenti, e pa të kontrastin pak jo zotri. Kishte një kontrast, prandaj them unë që nuk e kanë në seriozisht, e kanë me zgjedhjet edhe Kjo është një përpjekje për mos ndryshim në Partinë Demokratike, nuk e kanë me Ramën. E pa sot si ishte parlamenti apo? Ishte qetë fare, more. Kjo revolta që kanë njerëzit, duhet të jetë edhe në institucione, duhet të ishte në parlament sot. Sot parlamenti ishte, sigur nuk ishte ndodhur kjo protesta edhe kjo që ngriti Partia Socialiste, dhuna e përpjekja e madhe. Po t'ishe ti, parlamenti ishte i tensionuar, po t'ishe ti. Po jo, më tjetër gjë po t'isha unë, kur t'je mund do të bëj si mendoj unë. Unë mendoj që protesta njerë do t'ishte masive, kjo është e sigurt, dhe do t'ishte në formë tjetër, sepse nëse ka një element që këtu ka pafundësisht për të protestuar dhe për dalë revolt, nuk bëhet me një orë protesta. Hajde dalim revolt, rrim gjithkohon, nuk po drejtojmë protestën. Ne kemi bërë protesta në 2019 shumë më të forta se sa kjo, me shumë përplasje sa kjo dhe pa u trequr. Por nga ana tjetër unë them që këtu mungon strategjia, pra, se ndërkohë që ti po e ngre se do prekësh nervin e qytetarëve apo jo për vjedhjen, ndërkohë që po ka një lloj revolte që jep flaka, sido që të jetë, dhe njerëzit që japin atë, që i hedhin ato dhe marrin përsipur edhe të përballen me ligjin dhe me këta që i marrin zvarr, edhe dhuna që bën policia është jo proporcionale. Pra me një të prekur atje te ato te drejtoria policisë, u turrën ata. Tani këtu elementi thelbësor është ky, që nuk ka strategji. Imagjinon ti ata francezët që janë atje duke
duke menduar që kishe 2 franceze, 2 kosovarë. I vjen ajo Molotovi e TTD, nuk është aq simbolike. Mos të vi, atje jetoni njerëz. Edhe kjo nuk është kjo pa diskutim që kjo është për të. Mos edhe kanë ndjekur duart e vetëm. Po mos e bëni vetëm kështu se ty mund të. Disa nga liderët të antarë të shqiptarë, se po ti shqiptarë me duart e djegur. Shqiptarët janë mësuar me këto lajme. Jo, më edhe shqiptar po tjetë edhe rreskohet. Se këta nuk kanë bërë kurs për përdorimin e Molotovit, kanë ndjekur duart vetë. O Salian ka djegur, mos ka për shti se do djegësh duart. Nuk është profesionale, ama nuk e njerëz profesionistat a revolta. Mos ka për shme duart ti se do djegësh duart. Kështu që në këtë sens, unë mendoj që është një protest që protesta në vetë është shumë mirë që bëhet, por drejtimi po e çon në drejtimin e gabuar, po e çon Edi Ramës. Kam një debat. Po jep Edi Ramës komplet do ta hapësh. Frymarrje. Kam një pyetje. A do e bëjsh pyetjen apo të vazhdoj? Do bëj. Tani unë Salianit, se me që dolëm këtu, doktori sot ka dalë çdo ditë del 5-6 herë, a më shumë. Është ditë në televizor. Salian, se ti vazhdon ti jesh anti-agresist aty, jo me siç ke qenë, De jure. De jure, ti ke vazhdon ti jesh anti-agresist, se ti dhe po ta besoj se të qasën tani, se ta të marrin drum në kryesi. Po tani i thot njëri doktorit që nuk duhet të dalë kaq shumë ditë natë, se popullata mërzritet. Ke dëgjuar ti thot gjë, sepse më kujton. Në vit shumë vite më parë. Në vitet kaluara ti më kujtohet për shembull në Elbasan një herë. Doktori foli një 2 orë të në miting baton, foli gjatë. Edhe kur marrë mitingu të gjithë edhe të zyrat e partisë, tash unë doktori thash unë ti fole shumë gjatë dhe njerëzit poshtë haruan, bile dhe unë harova, filluam të bënim biseda me njëri tjetrin, popullata poshtë, bisedonte me njëri tjetrin dhe doktori fliste lart. Ashtu thoi dhe tha, si s'më thot njëri mua fare për këtë. Po ku të thonë do të thajtë e shumë tani se të kanë frikë. Nuk i thot njëri tani ti që doktori nuk dalë ka i gjatë. Është zgjedhje e ti. Që të jetë i rënishëm në çdo moment. Zgjedhje dhe të gjitha zgjedhjet i e pa i, se këtu s'jep edhe njëri një zgjedhje, kupton? Po shko, duke qenë zgjedhje ti dhe jep duke qenë një nga elementet që unë kam thënë, se kam thënë publik të që pa diskutim, Partia Demokratike do të ndryshojë narrativën, edhe mënyrën e të bërit politik. Pra nuk mund të dilet në një konferencë për shtyp të përditshme dhe të flitet nga lufta në Iran deri tek kriza e naftës në Kubë. Në konferenca i delegjismë. Kështu që për përditshëm po them. Partia Demokratike në të kaluarën ka pas problematika, por një gjë ka pas me momente caktuara, ka pas mirë, ka pas tema caktuara, ka pas njerëz që dilnin ekspert për çështje të caktuara dhe ka qenë fokusi javor apo ditor aty ku është çështja. Tani, edhe për shkak se është kjo narrativa jo po mediat e regjimit e tjerë, mos i jep argument që të flasësh për 100 gjëra dhe të përzgjedhin ato atë që duan ato. Fokusohu, bëj një plan të qartë, nxirr njerëz të ndryshëm që duket që Partia Demokratike nuk ka vetëm një njeri, po ka edhe personalitetet tjera politike, ka dhe ekspert edhe kështu me radhë, kështu që pa diskutim kjo është një nga gjërat që duhet ta ndryshojë, por mua që Partia Demokratike duhet ta ndryshojë. Se qëllimi që kam unë nuk është si të riramur. Ka ndodhur ti thua doktor, ndoshta duhet ta paksojmë. Po unë kur i them në publik pa diskutim që unë s'do them biseda në private, po unë po i them ka gjëra po them publike, jo më që në private të them jo. Salian, se edhe ti duhet të mësosh disa gjëra. Njerëzit shumë publik, nuk ka pjesë private. Pjesë private është në krevatore. Mirë, dakord. Po them këtë. Sa pjesë, bile dhe ajo ta nxjerrin, po të kapën, dhe me ato ta nxjerrin. Nuk ka pjesë private politikani. Dhe ti duhet t'ia thuash më, edhe publikisht, edhe privatisht duhet t'ia thuash sepse dëmtohet shumë. Po mbaj qendrim publik. Ditë natë. Edhe duke mos e patur mik tani, edhe tani mund të t'ia thuash. Të kërkosh më. Sa po e thash më? Apo se dëgjova? Unë sa po e thash? Ti thu, sa po e thash pra? E them. Po pra çfarë? Baton tani se çfarë do Atëherë, hapjen ti. Ervina, mu i me thëmë me emën se po më duket Saliani, zoti Saliani po më duket shumë distancë. Këto po me gjitha të. Si në distancë? Po më duket si me kriju një distancë, apo të me zoti Saliani me thëmë... Salian, po pranon. Atëherë, unë e kam po këthemi të modeli i njëjtë. Andës Partia Demokratike nuk po rrinë me kriju modelin e ri, por kam betë pengë modelit vjetër, mënyrës bëjt protest, diskursin e njëjtë, koncentrimive në Tiranë, ikje nga shtrirja, mungesa kontaktit, ikja nga realiteti. Këto këtë janë veti të
pushtetit. Dhe ajo që mua më shqetëson, Ervin, është si është e mundun që duke qenë në opozit, silleni ose sillet Partia Demokratike, sillet sikur me modelin e pushtetarit. Domethënë, ju po e bëni një provë të ikjes në për bashki, në për fshatra, qytete e tjera për ta krijuar këtë shtrirjen e munguar që prej vitesh është sakatosur në mënyra të ndryshme. Një ikje nga pushteti. Janë pak në pushtet kësa... Po janë pushtet. Po opozita është... Të mirat materiale janë në pushtet. Jo, opozita është pushtet serios. Jo vetëm si opozit. Jo si pjesë pushteti kështu. E të Ervin, kam edhe... Në gjera, po. Kur po flasë për të gjitha këtu, vështërsia me madhe për një leadership të ri, kur do që zgjedhet, edhe pse zgjedhet lokal janë vitin e arshëm, është se po bëni për çdo ditë më shumë të pabesueshëm. Ja, për shembull, po të jap një shembull të pse po bëni të pabesueshëm. Po flasi si leadership, që ju e quajte paqartësi strategjike dhe mungesë e strategjisë e leadershipit. Molotovet të cilët janë pjesë e protestës. Kjo neve që po e shikojmë, po themi, për me krijuar një vëmendje të publikut dhe të tjerëve, po gjuani Molotov për arsye se s'keni shumë njerëz. Unë mendoj të kundërtën, se njerëzit ikin nga Molotovi dhe po jo kujtoj protestën e vitit 2011. Mos harroni që në shkurt, kur janë majtë demonstratet e Partisë Socialiste, në qershor Partia Demokratike i ka fituar zgjedhjet në Tiranë. Tiranësit po nuk e arritën pikën kritike të bindjes se duhet dalin protest, ata me Molotov nuk dalin. E kam 10 herë sondazhe kur kemi bë, këto e duan tiranësit. Ata dalin e masovizim vetëm kur ka një strategji të leadershipit. Dhe e dyta, kur Molotovet janë pjesë e një fushatit të Partisë Demokratike, jo e dini që ata Molotov mund t'i përdor pushteti sa herë don për ta treguar dhunën e dyfisht që e përdor Partia Demokratike. Nëse i gjuni ju një Molotov, pushteti mund t'i gjuj 10 tjera për ta krijuar atmosferën që ju jeni të dhunshëm. Si është e mundur që për kaq vjet në politik nuk ka qartësi ose të kuptuarit tyre gjërave? Shka se tani, për arsye të ndryshme, po unë një pjesë këtyre i kam ngritë dhe për këtë ka bërë këtë lëvizje. Në një që ke thënë të në. Për këtë po them, për arsye të ndryshme edhe me batonin, mund të bje dakord në disa gjëra, pavarësisht se kjo mund të jetë një narrativ që një autokracie mund të shkojë pak në favor, problemet e opozitës. Problemi është që vetë opozita nuk duhet i lerë këto arsye për t'u thënë se qëndrojnë. Pra një pjesë e madhe e tyre qëndrojnë. Pra, Partia Demokratike, si e mendoj unë, dhe opozita në tërësi, fiton me këtë regjim, se kjo nuk është se është në një shpike, për në çdo autokracie shu, duke krijuar epërsi morale, jo forcë. Ndërkohë që narrativa e leadershipit është që Edi Rama e mban me krim, me dhunë, me korrupsion, ne nuk mund të bëjmë të njëjtin model, sepse po që se e kishim atë forcë, mund të bënin zgjedhje, ai kanë atë forcë. Të bënin zgjedhje dhe ta mundim Edi Ramën, me qenë se ne jemi të fortë. Fakti që ne themi që Edi Rama është ai që përdor krimin, forcën, dhunën, paran, etj, ne duhet bëjmë të kundërtën, duke krijuar dhe duke fituar, po themi, nga gjithë ndjeshmëria dhe pakënaqësia që kanë qytetarët që në çdo sondazh pakënaqësia ndaj qeverisë del 60%. Se kam thënë këtë, ore, pse nuk del Edi Rama fitues në sondazhe? Del 60% çdo sondazh pakënaqësia. Pse nuk përkthehet kjo në vot për opozitën? Këtu duhet të shohim ne. Sepse kjo mos përkthimi në vot për Partinë Demokratike dhe opozitën e para dhe mos mbushja e shesheve, që me gjithë këto skandale që ka ndodhur në Shqipëri, është problemi i Partisë Demokratike. Dhe këtu ka një problem. Mungesa e kontaktit vjen, apo edhe, po themi, paqartësia vjen edhe për një arsye tjetër, e shofun. Për shkak të lodhjes së një leadershipi që ka qenë 2013-ën, por që ka qenë 2005-ën një pjesë, apo ka edhe qenë 92-ën një pjesë tjetër, që nuk ndryshon. Dhe nuk i jap mundësi, nuk i jep asnjë mundësi për të krijuar atë që kam quajtur mundësi të barabartë për si promovohet karriera në Partinë Demokratike. Sot askush nuk e di. Ishin primarët, dolën disa më të votuar, u bën deputet disa të tjerë. Sot ka një bllokim tjetër dhe është
po themi fatkeqësi dhe unë prandaj jam i revoltuar edhe dal bëj takime në çdo cep. Këtë që u thoni ka mungesë kontakte, unë po dal gjithë Shqipërinë. Po. Për takuar. Ka një problem tjetër, qeveria dhe Edi Rama po ndryshon, jo ka shumë lidhje, di pse? Edi Rama pavarësisht se është në qeveri, shikojeni pak ndryshon prap ministra sa herë ka një problem për të zhvendos fokusin për të mbulu gjurmët për një mirë arsye të veta. Partia Demokratike ne për shoqërinë, se ne nuk kemi pushtet, kemi humbur, po na janë vjedh zgjedhjet, pra nuk kemi fitues për ta thënë në një formë kështu, nuk bën asnjë përpjekje për ndryshim. Madje bën dhe përsërit të njëjtat gjëra që ne na kanë çuar në jo vetëm në gabime, por na kanë çuar në katastrofa elektorale. Dhe kjo na bën që të jemi të pabesueshëm, si u thoni se dëgjoj dhe thatë ju po thuhet gjithandaj si nuk bëhet model i ri. Po model i ri si, por nuk u dha mundësia për garë. Shumë bukur. Si do bëhet model i ri është kjo? Ja, unë po them disa teza për shembull. Ne kam mendim ndryshe në Partinë Demokratike. Jemi okay mo? Dhe shumë tjerë, po diku nuk kemi okay. Jo, po e ke thënë këtë. Tani shiko, o zotëri, pritëm një sekondë. Është një parti që dënon mendimin o zotëri, e ke parë? Thot ai është. Po më jemi okay. Dënon mendimin, dënon. Bile shkon më thellë. Ja të them unë ku shkon kjo parti. Do ta vizatoj unë. Po. Shiko sa e thjesht, se kam të jetën time gazetar. Dhe dita them këtë gjë. Pas gjithë karrierës time në këtë fushë. Aty janë doktori që flet gjithçka, mëngjes, drek, dark, natën. Nuk e di pse nuk ngrihet në orën 2 të bëj një konferencë të natës. Tani pastaj janë ata grupi tjetër, flamuri, që bën të gjithë, imiton dhe doktorin kur vjen këtu edhe në zedhe, në lëvizje të gjithë. Pastaj janë një grup i madh që presin të shkretira të artarëve që ta kam thënë ndoshta e kam thënë ndonjëherë se kur ke qenë ti unë, të Dino Buxhatit, të shkretirat që presin të vijë armiku. Armiku s'vjen kur, verbohen, disa vdesin e të gjithë. Kur vjen armiku, është Gazi Bardi, është Gjek Marku, e të gjithë këta presin. O doktori të dërzot, s'do të kurse doktori do zgjedhet në prill. Pastaj do zgjedhet pas 4 prillet të tjerë, sa prille i bie, janë me radhë të gjithë ata presin, që larg qoftë që presin edhe larg qoftë mos ik doktori, që të vinë ata. Pra ajo gjendje është aty. Mos është mbyllur fare kjo mos aljan. Dhe ti po larg qoftë po masturbon në këtë rast. Po mirë, përpjekja ime është ta ndryshoj, mos është unë dua që të fitoj Partia Demokratike. Jo, më jam dakord. Prit, shiko. Ka dy element sepse unë bëj. Para mendoj që është e drejtë. E dyta, nuk jam kundër teje. Prit pse ja po ta them. Po ti ishte për karrierë personale, unë isha drejtues politik, e kisha situatën shumë mirë Partinë Demokratike, bëhesha edhe unë në këto zgjedhje të tjera. Po jo, rrinim ja i mund thosh bëu numri 2. Rrinim në opozit. Problemi është po deja ka një problem që është edhe i njohur ky. Është në Moska njerëz që kanë ndonjë interes tjetër, është smundje opozitarizmit, mësohesh me ato privilegje. Mendon që duke qenë se ke humbur disa herë rresht, është e pamundur të fitosh, por ruaj këto që kam paktën. Apo jo. Po ti shikosh, prandaj kam thënë që dhe them prapë këtu që po duhet bëj analizë fitore, aty ku ka fituar. Mund të jetë rastësi, po hajde analizojmë. Partia Demokratike në një sit që ka fituar, kanë qenë njerëz që nuk kanë qenë të konsumuar nga pushteti, kanë qenë njerëz të rinj, dhe kanë qenë njerëz që kanë bërë betejë në terren o zotëre. Në zona që nuk i ka fituar Partia Demokratike me vite. A ta marrim këtë modelin edhe ta kthejmë ta bëjmë fitues apo ta lëm të gjë. Lutem nalu te kjo tezë. Ma thuaj, meqense po thoni që kush voton në këto zona, ma thuni një shqiptar. Unë kur shkoj te kutia votimit, pse duhet ta votoj Sali Berisha? Po ti nuk e voton, po. Jo, më thon. Ora thua një tjetër, ky po thotë. Kur them për mua thotë për një tjetër. Jo, ma thuaj pse duhet ta votoj, pse duhet ta vendos votën për Sali Berisha. Mi kallëzo arsyet. Dakor, se kjo nuk është një fushatë, ne i kanë thënë arsyet ata gjatë fushatës, gjatë gjithë kohës. Shqipëri zgjedhjet i ka humbur qeveria, për të larguar Ramën kryesisht. Jo, po ka një rast, është një gjendje tjetër tani, kantor. Është rasti deri tani, deri në vitin deri vonë, ne jemi te ideja, jo 2021 jo. Nuk ka humbur qeveria. Pyetja e parë që duhet vazhdon Rama të qëndrojë për shkak. Jo. Ka 2 edicione, 2 parzierje që Edi Rama vazhdojnë të qëndrojë. E ka plotësuar planin. Edi Rama nuk është rrit. Po, ka plotësuar planin. Po tani problemi është që s'ka kush e çon te vendi. Nuk është, po të thot një gjë tjetër Batoni, po thot një gjë shumë thjesht. Pse unë të vete atje thot? Këtë pyetje nuk e ka vetëm Batoni, që s'ka qenë. Këtë pyetje e kanë njerëzit pjesa dërmuese e njerëzve më të afërt të Sali Berishës, që kanë qenë me të, pyetje brek me të, bashkë.
e thonë, pse të vete unë tani atje? Lërë militantët që të Ylli unë votoj që kanë dhe interesa. 25 vite, që 25 vite votoj në Shqipëri. Po. Për vitit 2001. Dhe unë ka kohë që për shembull nëse du të votoj Partinë Demokratike, se kam asnjë arsye me votu. Ma tregon Jemi qartë. dhe ajo që më duket që duhet të jetë në fushat Ervin është kur ja shpjegon njerëzve ose ja u thu pse nuk duhet ose ma thoni pse duhet me votu në Sali Berishën. Dhe duhet me se pare ky është konsenzusi parë për ndryshimin radikal. Po ka një Se s'ka pikë ka dhe një tjetër. pyetje tjetër Ju s'keni votuesi, problem tjetër. Ka një pyetje tjetër që është pak e rëndësishme që pse duhet votojnë Edi Ramën dhe ka 1 milion arsye pse nuk duhet votojnë Edi Rama. Unë t'i jap Që në këtë kuptim, prandaj unë kam thënë edhe po e them prapë që ka nevojë për ripërtëritë e Partia Demokratike. Për këtë arsye, duke qenë se arsyet për të mos votuar Edi Ramën janë pafundme dhe pa kënaqësia është e madhe, ne duhet arrijmë që me mekanizmat e dur të bëjmë një Parti Demokratike që të jetë atraktive. Partia Demokratike ka humbur 200 e ca mijë votues nga viti 2021. Apo ja, në zgjedhjet e fundit. Ato i kanë vjedhur Dhe ndërkohë, po mirë, po këto partitë e vogla që kanë marrë, dakord, vlerë pjesa vjedhjes, po këto partitë e vogla se kanë marrë pothuajse 200.000 vota këto. Salianti ta Ky është Ore të pyesin ç'është Partia Demokratike, çfarë ju thuat? gjithkohon. Po çfarë? Këto që them edhe në publik. Kaq, jo gjë tjetër më shumë. Ja të kapi tani, më shumë një angles, u bëjsua pak me ty dhe të erdhi aty. Më kujtohet kur bënja gazetën atëre vinë shumë të uaj, sidomos ta nordikët. Ishin shumë të vëmendshëm, banin mend dhe tonë dhe pse s'bie Erdogan tani thoshim shumë. Kisha 6 ditë që bënja sikur e linja unë atëre dhe ishin shumë të vëmendshëm, ishin shumë zotë dhe gazetar shumë të mirë. Dhe shumë gjerë nuk kupton ata që atëherë, po bënin sikur. Vinin pyesin e ditë bënin sikur. Ti tani ç'i shpjegon të uajve, ç'a i thua për shkak? Ja të erdhi një uaj. Kur janë të tujt, Ervin edhe pyetjen e fundit. Ja vetëm nuk bëj nga që bën emisione përjavshëm, edhe 2 herë në javë, edhe mendojnë që gjërat ndryshojnë. Po ka shumë vite që nuk ka nevojë të ndryshojë, s'ka ndryshuar gjë, se është e njëjta situatë. Dhe të uajt i kuptojnë të gjitha që këtu po ka kaq vite që nuk ka ndryshuar. shkëtirë të artarëve. Në gjë të re. Shkëtirë të artarëve. Ervin, Se mendon ti se vjen me emisioni tjetër, vjen ca të ftuar tjerë dhe ndryshon gjë. Në thelba ka ndonjë ndryshim apo jo? Po. Pyetjen e fundit ka batoni po? Se kam dhe unë 2 tjera, ka dhe kur bisedoj me të gjithë ndërkombëtarët të cilët kanë kontakte me Partinë Demokratike dhe me doktori ka një bindje që është misionar që kur shkon ai, shkon bashkë me Edi Ramën. Dhe kjo është mënyra për ta marrë peng brutalisht Partinë Demokratike. Ky misionarizëm se unë jam ai radikalisti që e marrë Edi Ramën me vete se ju nuk mundeni, pastaj ja u lot lirë të ardhmen, dhe me thonë është gabim serioz i të bomit politik. Po. Masqerohet. Kjo është pyetje për të bërë Berishës, jo mua apo ja. Jo, po. Dhe sa duash ai. Sepse nëse Ta bëj ty, se pastaj unë jam i qartë, unë jam duke thënë gjatë gjithë kohës që Partia Demokratike duhet ripërtërihet. Nëse ka një mënyrë se si Partia Demokratike fiton, është duke u bërë e besueshme shoqëri në çdo rast. Edhe protestat, dhe e kam thënë para se të bëja këtë lëvizjen, që ja kam thënë edhe zotërisë, e kam thënë edhe në kryesi, që dhe protestat, edhe zgjedhjet që në çdo rast ne do shkojmë te kutit e votimit, Partia Demokratike i fiton vetëm duke bindur njërë qytetarët. Dhe në këtë formë, ore me të drejtë, pa të drejtë, kur narrativa e Partisë Demokratike edhe Berishës ka qenë që me mua nuk viden zgjedhjet, a ka qenë kështu? Pra, mua nuk mi viden do të zgjedhjet. Ore që ti i vodhi ky, a ke në një përgjësi? Sepse po qese para së çdo part zgjedhjesh, ne dalim edhe qajemi në për studio, na vodhi, na mori, vazhdojmë prapë njësoj, dhe kemi provuar këtë, nuk është efikase, nuk është fituese. Dhe kjo fatkeqësisht ja zgjati Eden Edi Ramës dhe krahasimi në personale, duke kthyer po themin elementet apo duke vlerësuar elementet e personalitetit të njërit apo të tjetrit, në këtë rast të Ramës dhe Berishës, është në disfavor për Partinë Demokratike. Pra Partia Demokratike duhet të ketë ekip, duhet të ketë njerëz që e te kalojnë, po themi, dhe që marrin vota për te Partisë Demokratike, për qenë e besueshme.
Ky është problemi. Radikalizimi dhe mbajtja e një partie të vogël që nuk vjen pushtet, do na bëj që të kurremi dhe këtë shqetësim kam unë dhe këtë e kam ngritur dhe po flas në takimet me demokratët. Njerë do vazhdoj me qytetarët dhe e kam ullur pak tempin për shkak të këtyre protestave që mos thuaj që na zhvendose vëmendjen e tjerë. Po ja, se zhvendosa vëmendjen unë. Prodhoj në një gjë kjo protesta që bën përveç se kësaj zhurmës së Viles. E them dy gjëra Ervin, të para ti the për një formë tjetër proteste do ishte proteste gjatë. Pa mund të bëj doktori protestat gjata se për i të vërtetës kjo opozita e re Lapaj me atë idenë e çadrës, ai është çadër në miniaturë ose çadër e penguar, çadër që abortoi, nuk arriti të shndrojë dot në çadër. Po Lapaj me qëndrueshmërinë e tij, me qendresën e tij aty do të japi idenë e udhëheqësit të ri. Tani hajde dalim ne të rim 4 veta. Por nëse kam fjalën metaforën e qëndrueshmërisë, por kjo është e para, pra mund të bëhet... Marun Rozhanin e këta, që kam aty nedon këta dhe tu ulem atje 10 veta ulesh. Kjo është pyetja e parë. Më formë reagimi është edhe. Fal, pyetja e dytë është kjo, Shko Berisha i ka provuar të gjitha. Që nga 91 i ka provuar... Edhe këta, jeq nga këtu, operatorët e i merr atje. E ka provuar dhe hapjen. Pra e ka provuar si vjet pushtet 2004-2005 me hapje, me politikë konstruktive etj. Pra duket sikur ai është kokfort në këtë lloj qasje e cila nuk e sillte fitoria. Dhe mirë po që Berisha e ka zgjedhur me vetdije, Berisha është ende dikush që ka ende të mprehta një pjesë të atyre aftësive të intelektit të njeriu. Por këta, një pjesë e madhe sigurisht që ka, vazhdon t'i ketë, edhe vazhdon t'i sugjestionojë edhe popullin edhe tjetë. Por ajo që më habit mua është pse... Populli ka sugjestionuar dhe sudja, në tërë mos u habit shumë. Po ka prape shofe atë të spaku sa do, vetë ta i putin dorën, i putin... Ajo që më habit mua është se si një pjesë e mire atyre që e kundërshtonin shumë, atje edhe në prag të zgjedhjeve të fundit, Gjek Markaj, Bardhi, dhe ne mendonim, vun bas që sa po të fitoj zgjedhjet, sa këta këshin hallin, thamë që të futeshin listë, për këta arsye nuk e kontestuan, se nuk krijuan subjekt tjetër. Edhe thamë, sa të fitojnë zgjedhjet, me njëherë do fillojnë lëvizje ndaj Berishës. Nuk ndodhe kjo. Për kundrazi, ata janë, po shfaqen në pozicionet cilat vjen keqe, këto në vjen, zditë që me qatë cilësori ta përshkruajnë ndjesin që të kryojnë, disa intelektual, disa figura që kanë qenë shumë kritik të fort në Berishës. Pse ata nuk ngrihen një lloj si ty? Pse ti je i vetëm trim luftë? Kjo është pyetja e dytë. Spari nuk janë vetëm se kanë pas në takime njerëz që do të votuar në çdo nga këta që po mirë se cili bën zgjedhjet e veta. Për shembull, Agron Gjek Marka i ka fituar në zonë vet. Ç'a do thotë? Madje duhet është më pak i promovuar se sa duhet për mua. Apo një tjetër që është mangur fare, se po dia ka edhe problemin alergji ndaj fituesve. Ka fituar në Kukës ai zotëria tjetër, Flamur, Hoxha, dhe prap nuk e shoh në asnjë pozicion. Apo kandidatët që kanë dalë në listë. Pse nuk rebelohen? Po tjetër gjë, ata pyeti, unë po them të gjë. Spari se është një element shumë i rëndësishëm nga kjo që the. Unë nuk nisem nga interesi që interesi ka doktore. Unë e vlerësoj për kontributin që ka. Sali Berisha është simbol në Partinë Demokratike, duam s'duam ne, do jetë prap, edhe kur mos jetë, sepse është një ndër simbolet asaj partie, që është me lus ka 35 vite. Por është i pamjaftueshëm për ta sjellë Partinë Demokratike. Është i pamjaftueshëm. Po prit të ta mbaroj, se nuk ka pa diskutime, ka simbole partia. Partitë kanë simbole. Por është i pamjaftueshëm për ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet vet. Dhe unë kam interesin e demokratëve, interesin e demokratëve dhe interesin publik. Interesi demokratëve është që Partia Demokratike të vijë në pushtet. Interesi publik është që të ketë një opozitë fort që konkuron dhe e vendos në pozitat vështira dhe fiton zgjedhjet, që të krijohet mundësia e rotacionit, se ky është interesi në demokraci apo jo. Dhe unë po them që është e pamjaftueshme që vetëm me zotin Berisha Partia Demokratike të jetë fituese. Sepse për shkak të 30 viteve të tij, 34 vite tani, në drejtim, pas zbritur asnjë ditë nga drejtimi në funksionet larta në parti apo në parlament, ka kostot e veta, siç ka mbështetësit e vet, ka krijuar, po themi, dhe këtë pjesën e njerëzve që nuk dakordsohen dot. Këtë duhet të gjejmë dhe këtë jam duke vazhduar dhe do ta vazhdoj derisa të gjejmë zgjidhje. Pra nuk është se janë vetëm, a kanë gjetur disa një lloj ratie. Kjo duhet
secili pastaj mbahet të përgjegjë së para publikut. Apo jo? Qartë. Unë kam vështirë për shembull që të vi këtu te ju sot e them Raje Rama në datë 28. Raje Rama. Më do bën datë. Por unë e them prapë. e them do qeshin njerëzit. Kilometri i fundit. Po unë këtë po pres pra. Unë po pres duke qenë se është kilometri i fundit, dhe prandaj kam qëndruar pak me temë më të ulët të takimet. Se mbase bie Rama këto ditë edhe Kilometri i fundit është deri në mars. Në mars. Ti japim edhe një dorë. Por nëse nuk e marrim me seriozitet, si çdo punë që duhet marrë me seriozitet, që Partia Demokratike të ndryshoj vetë, do bëjmë një lloj vetë kënaqësie, po Të harrohet Saliana. me termin që tha pak më përpara, Atëherë ç'është zgjidhja sipas teje thuati? ndryshimi, Po kush e bën? Se kjo nuk vjen nga Zoti. vota, Misionari nuk të lejon. vota. Po mirë, më shikoj. Cila vota, vëlla? Në politik, Votë e kujt, vota popullore? në politik, po vota popullore, vota demokratëve, patjetër. Po vota vota, demokratëve, ku ka vota? Ky është instrumenti. Ore, vota e demokratëve ata që janë aty, janë për misionarin. Sekond, tani. Që është doktori. Po, tani ne nuk dim atë gjë, ne dim këtë. Më the cilë është zgjidhja. Unë them vota. Vota. Ju thoni s'ka vot, po nuk ka vot. Atëherë vota. Të marrim Vota. armët, të marrim armët. Më shkruan Në tani politik- një në miku politik juaj, ka njëri vetëm- mirë shumë. Ka vetëm një Që zgjidhje. thotë mbetëm me lugë, thotë zbrazët në dorë, kemi 100 vjetë, thotë. Po të drejtë ka. Thotë mua në njerë, më shkruan tani. Po zotri, Dhe thotë, do ta pyesë Salianin, po prit më, thotë. ha, okej. Ka një Thashë se pyetje që shumë vetëm të kaq. drejtë. I lodhër shumë. E vajti dhe te Big Brother, ndaj një pak e parë që ishte aty, iku me vrap. I rivenoz i shkreti, iku. Me vrap, iku, largua. Edhe tani më bën një pyetje shumë të ndershme, se tani është militante të rjetën, po të rjetën me lugë bosh kështu të ri dhe të presë dramën, që ndonë copat e mëdha, gjitha. Kur e ky Salian. Ai refuzonte kazanin e Edit, se Edit do t'i japë Po, Karush. Kazani, Edi jep ati mo. Jo një lugë, po jep 1000 lugë. Po problemi është që ai s'të vete ashtu. Ai po pyet tani, Saliani thot mua, që të ketë shpresë, se këto po e vete fole vetëm të unë, s'ka produkt mo. Do fshysh në zgjidhjet jo vlla, po jo. Në prill që të fiton. Do shta fiton, do shta, po dhe unë pëzëradhen. Ti do hysh në zgjedhje, po jo, se këtu mua më ikën kësa bisede. Jepja përgjigjen Renozit se ai nuk të pranon me këtë logjik. Së pari njërë duhet vlerësuar që ka njerëz si Vrenozi, Po, që pavarësisht se është në kushte jo të mira, financiare, Po, pra. i reziston tundimit jo të ndonjë drejtori apo të një specialistër, kryeministrit të Shqipërisë, Po. që shumë drejtues të Partisë Demokratike se ai po të donte shkonte me dashin mo. nuk Jo, dimës po aty kanë rezistuar. punonjës me dash. Edhe një sekond, prit, se nuk Inspektor, është se inspektor. natë tjetër e përjashtuar. Shkonte inspektor. Po jo, nuk ti ikën ai. Ai prit të... Këtu ka një problem, që njerëzit si Vrenozi, Po. që nuk janë vlerësuar kur nga Partia Demokratike, po vetëm kanë kontribuar për Partinë Demokratike, më njënohen. Dhe ndërkohë, vinë zgjedhjet, vinë disa tjera, por nuk ka më kur të vijë ai moment, do vi këtu te ty edhe do flas. Dhe do thuash. Ky është një fazë. Mos vete në vendet Unë po tjera, flas, se ti ke dhe vendet se të ka marrë do burr këtu Po ke ardhur, po vete e thua. Tani unë po të them Jene këtë thua gjë. i shtatit e unë po thua tani, mos se nuk të gjen gjë. Po nuk ka zgjedhje tani. Tani është kjo fazë, që unë them, ore, se po bëjmë pyetje retorike. Në këtë fazë nuk kam dëgjuar asnjë Shkruani se më duket se do kandidoj. Nuk kam dëgjuar asnjë njeri në Partinë Demokratike që të dali dhe të kundërshtoj qoftë edhe një prej këtyre që them unë. Por unë në këtë fazë jam duke thënë shiko, o zotrinj, që ta shërojmë një smundje, duhet të kemi një diagnozën. Kemi 1, 2, 3, 10 probleme. Nuk thot njëri farore, thonë ky është i vetë preashtuar, këti ja bën takimet, këti ja bën takimet ky tjetri. Ora mirë, thot që themi qëndrojnë këto apo ja. Jo, qëndrojnë dhe e di pse je i bezdishëm ti për ta. Dhe unë do të them Po, thuja. e di pse jem. I bezdishëm për leadershipin, se për Kanë frikë. po, se për sallat kanë Po e qenë di plot. pse kanë frikë aty. Fatmirësisht. Që s'ke ikur mo, se ata nuk pirdin ata që kanë ikur mo. Po, Që kanë ikur aty mo. 400 grupe. Kanë ikur, po ata nuk... Jo, unë nuk iki, unë do jem Doktori Partinë nuk i vret, Demokratike, nuk i ka vrarë, se doktori nuk të vret, fizikisht. Nuk i ka vrarë dhe nuk i nëmëron dot më, po disa grupe ka aty. Erë 1000 në raport me Enverogje. Dhe ty do ishin shumë të knaqur, po të kështë ikur. Po ti nuk e ikur dhe të kanë shqetësim këtë Ja, gjë. nuk iki, ja. Po do ikë që nuk ikën do me. Nuk iki. Dhe kjo Vrenos si bën ky,
I nervozon ata që nuk ikën. Do jem në Ose partinë shikosin gjithë vogël Do këtë. jem në Partinë Demokratike. Ju e keni parë Do jesh aty. edhe tek takimet që në të njëjtat qytete. Jesh o pingat e shira se aty se ata Ore një gjë, po mirë se kjo punë. Mirë, mirë, dakord. E dini ju se për shembull Evrenozi e di se ka qenë kosh. 2021 bëri një komision ai ishte ai kryetari tjetër që e mbante ky kryetari që është tani. Bëri një komision edhe më hoqi ai mua nga zgjedhjet. Shkova atje, unë takova prap mblodha sallën me njerëz, mblodha partinë dhe u hyra prap në listë. Pra nuk është kjo punë me qefin, po të ishte me qefin e këtyre s'do isha fare unë. Kjo nuk është çështje qefi. Dhe një element që shmanget apo mbase nuk e ke vënë redi. Ora takimet në të njëjtat qytete. Shiko pak takimet në të njëjtat qytete që ka bërë kryetari i partisë, dhe takimet që kanë bërë unë. Tani këta, a janë demokratë se thonë jo po regjimi jo kështu, pse nuk kanë frikë këta njerëz të vinë aty? Dhe pas kanë frikë të shkojnë te ky tjetër, se ata janë opozitë, ata dalin. Ça nuk thon për shembull Vrenozi, bën opozitë më shumë se preqereku i kryesisë, e kupton? E di çfarë duke thënë ata tani mo. Tani se ja kam dhënë. Si sikën ky mo, ç'është ky mo? Ç'është ky që sikën nga këtu më thonë? Këtë vëmendje, se këto akuzat i kanë bërë për njëri, i kanë bërë tjetrin dhe a biten pse sikën ky orë? Sepse politika nuk është ka myrë pronën. Politika është kontribut publik, edhe ajo është pasuri publike Partia Demokratike. Se harrohet shpeshherë kjo gjë. Partia Demokratike është pasuri publike. Dhe unë shpresoj që mos i hynë aventurave për të bërë konflikte siç Beni dhe si lajmë më duket sot ishte më afër kandidimit. Beni si lajmë që Saliani më afër kandidimit. Më duket do kandidoj. Si me sa kuptova unë, ndoshta dhe nuk kuptoj mirë, këse kjerat kanë filluar nuk kuptojnë. Nuk thash asgjë, unë u përgjigja për atë. U përgjigj, po nuk tha asgjë. Po mirë. U përgjigj, dhe më të... Po mirë. Mos pengon humbja fare. Tani, Zotja Bilekaj, jo, po këtu do jemi, do mblidhemi prapë. Varet se do bëhen zgjedhjet, se po s'pati zgjedhje. Se s'do ke zgjedhja? Apo, thuhet, si Zelenski. Me që është kjo gjendje tani kështu, që Molotove këto, doktori mund thotë që s'do kemi zgjedhje, se është gjendje lufte. Edhe vazhdon si Zelenski. Unë nuk kam se si ja përgjigje, sepse kjo... Se është dhe kjo, që të shëndroj si Zelenski, doktori. Që se zgjedhje do bënë prill, me një ta një vot, përgatitjet duhet të këshin filluar sot. E pra, po ka dhe një element tjetër, zotri, që... Po mund mos shkojmë se më rëzohet Rama, se jemi kilometrin e fundit. Duke qenë se është kilometri e fundit, është... Mund të rëzohet këtë javë, si për të përgjigje për... Unë kam iden që Rama, edhe po të vendosë, edhe Rama të hypi në njërore, ka që bujnë edhe po të vendosë për ti ikur. Të siguroj që këta do t'i thonë aman këtheu. Rama vetëm mund të rëzohet, që kushdo që ndërronë që edhe Rama ikën vetë, ka gatë. Brit, edhe si kur më po të them, ti ikën unë kam frikë se ata do të thonë, aman këtheu se... Po që se edhe Rama nuk rëzohet, nuk ka... E shpresë e kohë. Bilekaj, se me që jemi këtu të Rama që rëzohet edhe nuk i kemë. Ju kënë dekleruar që në një televizion duke të pashun me gjasë nuk i mbyllë më këtë mandat. Pse me ndoni këtë? Po mendoj që Rama, situata një në brenda vendit është për Ramën nuk është e pozitive. Me skandalet e fundit, me dosjet e Spakut, mendoj që mbështetja për Ramën ka rënë. Nga sondazhet besoj që duhet ta reflektojnë. E dyta që është më e rëndësishme është që nuk e ka mas mbështetje ndërkombëtare që ka pasur. Nëse deri dje Rama kishte mbështetje ndërkombëtare të padiskutueshme, madje përdorët e saj duheshin i thrisë përndim dhe ata vinin, sot nuk e kam mbështetje ndërkombëtare. Ne kemi parë edhe në mbledhjen e fundit që bëri brenda partisë me dyert mbyllura, foli për një mungesë mbështetje nga Gjermania. Për një skepticizëm gjerman, madje deri në një sabotim. Mendoj që marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara nuk i ka aq të mira sa pretendon se i ka, se dhe ne e pam. Edhe me vajtjen tek bordi i pagjes, që ai nuk pati asnjë lloj takimi tjetër për asaj. Unë se kam këtë ide. S'pati asnjë takim tjetër përveç asaj që bordi i pagjes. Ai që ndajti me vajzën e 3 ditë. Nuk pati asnjë gjë, asnjë takim. Flasim për takime zyrtare. Por të dalim, flasim për degrada zyrtare. Tire Bushatin të tregoj fotografit me ka është Trumpi. Nuk kanë që... Fotografit me biznesmen të njohur shqiptar, më që ri atje. Po e dim që biznesmen të njohur shqiptar, po do të thotë që biznesmen të njohur shqiptar punojnë... Për qafojnë, po tani... Për qëndrimin e Ramës pushtet. Ore, president tregtar është ai. Ashtu, zhvillus. Jo, me falë të përdorim si frazë më moderuar, zhvillus. Mos të jemi të sigur. Presidenti Trump është zhvillus. Ne shohim që qëndrimet zyrtare të qeverisë amerikane, se tjetër përsa janë të shëtheme, jo, po unë e pa... Do me thënë ti këtu e ka në këtë plan, nuk e nëjnë të dhenë këshu,
Si që ndodhë që sjellin këta të Mendoj që shpes këta të syrit. duke mos pasur mbështetjen. Patoni ka sondazhe, po Duke mos pasur mbështetjen nga jashtë. ka rënë biznesi Duke sondazhe. mos pasur mbështetjen, duke pasur pak kënaqësi të mëdha, mendoj që qartë për ju. ka vështirë ta mbyll mandatin. A them diçka Tani, jo, po një sekundë. Nëse Ka mbaroj. e kjo Antonit, pra kur ta mbaroj pa. Nëse raportet e tij me Bashkimin Evropian veçanërisht përkeqësohen siç janë duke u përkeqësuar, dhe kjo sfida e imunitetit Ballukut është një nga sfidat, që do vitë sfidat tjera do vinë më pas, kur ai të vazhdojë të kërkojë të ndërhyjë në legislacion për që mund prek reformën drejtësi, besoj që dhe Bashkimi Evropian do fillojë të shprehet më hapur për një qëndrim kritik ndaj Ramës. Kështu që besoj që Okej, do më thëmë me janë këto, faktorët- për këto arsye, jo, nuk ka arsye të tjera, nuk ka asnjë puç që po i bëhet pa e ditur ne dhe Unë mendoj një gjë që duhet thënë më shpesh. Shqiptarët nuk duhet, edhe votuesit, nuk duhet që po themi ti frym shumë me këtë idenë që zgjidhja vjen prej ndërkombëtarëve. Pa diskutim që është e domosdoshme dhe edhe me ndërkombëtarët Edi Rama largohet, por Edi Rama largohet vetëm nëse krijohet masë kritike këtu mbështetësish protestat fuqishme apo reagimi i madh që te kalon vjedhjen e zgjedhjeve në voda. Ka pafundësisht arsye politike Edi Rama, më. Këta po han kokën e njëri tjetrit njerëz, se ne nuk po e themi. Pse të gjitha këto që po shikoni ju çfarë janë? Këta janë që të gjithë duke i ngrënë kokën njëri tjetrit. Partia Socialiste sot është e shkërmoqur, zotëri. Merri ministrat me radhë, po gjetë një njerëz që është politik aty. Nuk dihet më për çfarë janë ministra këta. Dhe problemi se nuk është diskutuar një dhe e kam përmendur. Prit një sekondë mos e Jo, nuk ta dëgjoj këtë. Ore, të gjithë ministrat. Po se dëgjoj se nuk ndodh kjo. Nuk iku asnjë ministër apo nuk vjen asnjë ministër për shkak të ndodhte ju, mote ju. O Salian, ndodhte ju, jo tek të majtët. Ta po ju në burg gjithë. Ishim shumë vite më parë kam treguar një këtu. Ishim në Poloni. Me Sander Frangaj me këta. Dhe takuam takuam ish kryeministrin, një nga njerëzit simbol të asaj kohe, të Polonisë Teodush Mazowieckin, ish kryeministrin. E takuam në ditë ishin kryengritje të demonstratat e mëdha të Gdanskut dhe po rrëzoi qeveria e majtë. Po binte mo, në çdo vend do binte. Po të mos je majtë. Edhe e pyeta unë, thash më fal, zoti kryeministër. Ishte isha ai në atë moment, po zoti kryeministri thash unë, tani këta bien apo jo? Të majtës. Jo, tha. Tani ata forcojnë më shumë. Edhe morë një pavlak si gondukën këtu, të bujqësisë, e vunë. Dakor, ne thamë tu çfarë thot juve, jo unë. Juve në studio thatë që Edi Rama ka rënë, por nuk ka kush të shty. Opozita po ndihmon. Imagjinoni tani Edi Ramën e 11 majit. E thoshim në pas 11 majit që Edi Rama ka rënë. Ata duan të qajnë barkun një tjetër, po ata janë bashkë. Sepse e din. Ndryshe nga këta. Por, shikoni ka një pasojë ajo, mos e sa dinamike është politika. Pas 11 majit ne menduam që Edi Rama u bë mbret. Dhe ja ku e ke sot. Dhe pa mbushur akoma një vit nga qeverisja, ne po shikojmë. Ore se alianset kam pyetur një dy. Pushteti po shkërmoq. A do më japësh një mendim të saktë për këtë se kam pyetur një 3-4 herë dhe mi e shmangur. Shiko, mos u shmang për gjëra shumë të rëndësishme. Se unë kam dashur atë djalë, domethënë, është doktor Ali Mehmeti. Mos ti ku ai si doktor për doktor, ti ku për doktorin, ti trajtoj ty apo thonë se ka plot gjëra, thonë i ka thënë për kandidat për kryetar bashkie në Tiranë. Doktor Ali Mehmeti mo. Unë di që iku me doktorin, kaloj me doktorin. Unë di që si tradhtit bëri ty. Unë di që po themi propozimin për kandidat për kryetar bashkie ka pas edhe në këto zgjedhjet që do ishin të pjesë. Po zgjedhjet e këto tha, nuk vetet e këto të pjesme. Tani që unë kam parë që ka të njëjtat qëndrime. Dhe në bisedat që ka bëri qëndron, po i zgjedhën me ty mo. Po mirë, është më ngarkuar, ka takime tjera, ka kështu se janë. Po vetëm takimet e doktorit vetëm, ore do dëgjoni. Ore çfarë thua kështu mos Sali? Po mirë, çfarë ka trashtuar më va? Sa themi në fjalën e rëndomtë. Ka ikur nga ty domethënë, jo tradhtim. Duhet ta pyesësh kur të vi vetë zotëre, se unë nuk mund të flas për tjerët. Unë takimet i vazhdoj me njerëzit ku kanë pasur. Okej, e fundit secili nga 3-4 fjali. Që të gjithë e thamë në këtë bisedë, gjithë qeveria është në krizë. Me këto që ka ndodhur e të gjitha problematikat, dhe thamë që s'ka kushta çojë aty. Por, a ka tani, edhe këtë e thamë që
e nënvizoj Abi Lekaj dhe a ka një përplasje, Saliani, të Ramës, ka filluar të revizoj një përplasje të Ramës me ndërkombëtarët, veçanërisht me Bashkimin Evropian, që është e rëndësishme mes djejt tam. Do në shumë fjalë që Edi Rama ka bërë copa Gjermanin në mbledhjen e grupit të PS-s. Ç'më mendoni për këtë? Do ketë vimësi apo jo? Paka shumë e tha Antoni. Që ka një përplasje kjo është e dukshme, se e fundit fakti që gjithë ambasadat e rëndësishme dhe shtetet e rëndësishme po reagojnë duke mbështetur SPAK-un, ndërkohë që Rama ka një narrativ duke rënë drejtësi si deri tani e kishte ngritur në piedestal, se duhet të thënë kjo, Edi Rama nuk reagoi kur ka qenë rastim doli me gëzim të madh se ç'a ndodhte me këtë drejtësi. Tek rasti i Ilir Metës e morën zvarr. Tani po del Rama që kjo drejtësia ka këto problemet sepse i ka shkuar afër vetes. Dhe themeli, se nuk më le ta thosh aq parë, është kjo, arsyet pse ndrohen ministrat në gjithë botën është se masten me rezultate. Për shembull, iku nga ky sektor se nuk pati këtë rezultat, vjen ky tjetri se është më mirë. Këtu vjen vetëm duke i parë ky ngjyrën e flokëve, ngjyrën e syzeve. Po sepse rezultatet i ka vetë ai, se ai e drejton gjithë vendin. Dhe këtu gjithë diskutimi bëhet që iku se janë të kësaj, janë të atyre, ç'rëndësi ka, çka kanë sjellë ta kontribut për qeverisjen edhe për Shqipërinë. Si ata që ikën, si këta që vinë. Pse është njëri nga këta, është as i votuar, as i provuar në debat publik, as politikan i rëndësishëm në Partinë Socialiste, po merret të bëhet ministër. Ky është problemi, sepse jemi në autokraci këtu. Është autokraci, zotre. Që Sali Berisha tani Edi Rama janë edhe kryeministri çdo ministrie. Po mirë, pra mos themi ne këto që duhet ndryshoj kjo gjë. Tani, a është e mirë kjo? jemi dakord. Tani, Bazon, ti ç'mendon për këtë të Gjermanisë? Po tash kemi një fazë kur nëse përfundon, e besoj që atë rrugë është luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, Bashkimi Evropian e ka futjen gjeopolitike në të dy shteteve, Moldavisë dhe Ukrainës. Mendoj që kjo është e drejtë në kuptimin moral, po e pa drejtë në kuptimin politik. Dhe Gjermania, realisht duke e kriju një farë rendit e hyrjes se këtyre shteteve, po gjenë gjëra të cilat nuk besoj që janë atë shumë Sa tjetër. serioze, edhe pse janë gjëra të prekshme korrupsioni, nuk ndalohet për shkak korrupsionit hyrja në ose mbyllja kapitujve. Ajo që une e kam shqetësim është që me Bashkimi Evropian po bën të njëjtin impresion për arsye se nuk është gati të pranojë 6 vendet e Ballkanit dhe nuk ka dëshirë që asnjërin prej tyre ta pranojë veç. Dhe ky model që bisedohet krijon edhe kësi përplasje, të cilat pastaj vinë me kritika ndaj pushtetit, ndaj Pse nuk kishin reagim deri sot ata? Urdhra? Pse nuk kishin reagim deri para pak kohësh kur Edi Rama nisi të përplasin me drejtësinë. Ja ta them se. Ja ta thonë këtë. Ka pas mbështetje dhe Shqipëria kryesisht janë këto që thot Rama janë hapur kapituj me shpejtësi për shkak të luftës që ka bërë SPAK-u apo jo. Pavarësisht çfarë mendojmë për atë strukturë edhe për drejtësinë, Shqipëria ka ecur me hapa shumë më të shpejta, të përshpejtuara për shkak të rezultateve në luftën ndaj korrupsionit Edhe. Kryesisht e para. Dy fjali Batoni, jo të lutem. Dy fjali Batoni, dy fjali Nazarko, mbyllet sepse kam njerëz të cilët në pjesën e dytë do të hyjnë nga lindja e largët. A mendon që Gjermania është më pak e korruptuar? Po, pa diskutim. Absolutisht. Pa diskutim shumë pak. Po së bëj këtë tezë se kjo Jo, ke gabim serioz. Me çfarë indeks? Nuk ka absolutisht që është shumë më pak e korruptuar. Nuk ka lidhje fare me Shqipëria thu? Po krahason Shqipërinë me Gjermaninë? Jo, nuk desha me thonë se s'e krahasoj me Shqipërinë. Po si po thuash Gjermania e korruptuar? Me krahasu me milionat me Shqipërinë, Shqipëria është angjëll. Unë po flas për modelin korruptiv. Po korruptuar Gjermania. Jo e korruptuar, shumë e korruptuar për mu. Gjermania? Po. Po ti qofsh. Ja,
Po si mund të thush, ja për të japi shembull. I lexon gazetat gjermane? A ke lexuar Der Spiegelin ti? 20 Po pa diskutim. Jo. Në cilin sektor për shembull, ma thuajni. Ja po them. Që Ma thuajni. nëse ti nuk e quan si model korruptiv, krye ministrin ose kancelarin që shtuhet që vendoset prej një pozicioni shtetëror në kryet Gazpromit, për mu nuk e di, model ma korruptiv se ajo për shtetin nuk ka. Ka lidhje ka me konflikti interesi, s'ka lidhje. Urdhra? Si s'pas ka kryeministri. Ajo ka qenë para 20 ca vitesh. Po jo dhe kryeministër Edhe Tony Blairi ka qenë në Kazakistan. Po është edhe te Rama, Tony Blairi, çfarë do thotë kjo? Model korruptiv. Po pyete. Pse është Jo, prit se ka shumë mundësi. Pra Toni Blair që vjen në Shqipëri këtu është model korruptiv që është Rama. Pyetje është kjo. Po model korruptiv. Është model korruptiv. Këtu, me Rama. Diçka. Po pse thotë Se ti di këtë? Ai di ku duhet të bëjë me atë, po ti je në rregull, Po jo, me atë Edhe në linjën e mesme model korruptiv. ai është modeli klasik, ai është modeli klasik amerikan. Po ti sa po futet Amerikën në këtë punë? Ti korruptuar. Ashtu e quani ju. Nëse ke dëgjuar. A ka korrupsion në vendimarrjen e tyre? Kam ndonjër me kongresmenin ditë të tëra këtu. Do thot, po erdhi në kohën e kur ik nga pushteti për të duhet paguaj për të marrë. James trafikantin. Ai donte vetëm para. Po nuk mund ta themi do të se kjo është për te e para indeksi korrupsionit madh njëri, perceptimit korrupsionit. Nuk e kemi. Mentor dy fjali. Si e thuti? Thot njëri nga ne që ka korrupsion. Jo, mentor dy fjali. Jo, bre, jo se e la sanin kryesor. A di çka është një model korruptiv i rënd me një model korruptiv i cili është shërohet me drejtësi. Modeli Ramës është i rëndë. Modeli Ramës është korruptiv, okej. I rëndë, po. Po, mirë. Po, ajo që po të thëmë është, kush i shëron modelet korruptive të pushtetit dhe gjërave tilla? Drejtësia. Po. Nuk mundesh këtu edhe në Australi. Modeli Trump nuk është korruptiv. Ma thujti. Jo. A? Nuk është, a? Absolutisht. Nuk është modeli Trump korruptiv. E mbylli muhabetin me ty. Çfarë është korruptiv? E mbylli me muhabetin ty. Po ku është? Absolutisht se ti je i pandershëm pranë politikë. pra, cili është? Ti je i pandershëm. Me ty s'kam që flas më. Po pra, po cili është Trumpi korruptuar? Në cilin nivel? Po ç'do thotë? Ti je i paguximshëm. Ora, po si mund thuash që Gjermania është e korruptuar? Me ty nuk flas. Ti je shumë i guximshëm për të thënë një gjë që nuk du ta them për shkak të kësaj. Po kjo është Qa është? ky është marrëdhënie mathesh. Ja. Të thuash që Gjermania është vend më i korruptuar se sa Shqipëria, je shumë i guximshëm. Kush tha, more që Je shumë i guximshëm, zotëri, çfarë them? Guxim për të thënë këtë gjë. Dhe edhe të mos Ja më shto. Ja. Unë po heqi jo vetëm Gjermaninë, por ja. Zakonshme më. Jo, Është guximi, duhet guximi madh për ta thënë këtë. Jo, nuk shto dhe mua. Ja një sekond. Po thuaj. Jo vetëm për Gjermaninë. Thash, kësh ta. Çesh më keq se Jo, Shqipëria. o Ylli. Po ti tani nuk merr vesh çan do tu, jo më ky sistem ka ikë për lesh. O Salian. Sistemi demokracisë liberale. Është i gjithë i korruptuar. Kokë ka. Po e bëjmë në radhë tjetër. Është totalisht ky të mori Gjermaninë. Hajde merri të gjithë. Një pyetje. Në Amerikë ardhur njeriu që shikon vetëm po pret kriptomonedha. O doktor. Në Amerikë ardhur njeriu që po pret kriptomonedha. Po, edhe? Njeriu që do ndërtoj gazën nga themelet mbi të vrarët aty. Ase çan fare për palestinezët, për tjetër. O zotëri, ky sistem ka ikë për lesh. Ti nuk e di tani, ti po e ndërton. Ndërtoje. Çfarë them? Po mos ta ndërto tani këtu. Kthejmë diktaturë thotë atëherë. Ta kthejmë gjemi sistem. Jo mor, jo. Po si ta bëjmë pra? Mos u kthem Po cilin diktaturë. marri model mor zotëri? E po mirë mbaj këtë tani. Po ka të marri Po të model. gjithë rëmbejnë dhe vjedhin. Po hajde kthejmë. Dhe ti vjeni bie gajdes këtu te unë të gjithë. Të gjithë. Hajde marrim Iranin. Tu Edi Rama me shokë, opozita me shokë, të gjithë rëmbejnë, një minutë më burë. Dhe ti vjeni bje gajdes të unë, bjeri gajdes të Edhe Trumpin e ruzove me klarinet ti tani. Jo, Trumpin më jo, ta këtu më, o doktor, ta këtu. Ej, ta këtu dhe ti vjeni bje gërnetës. Që që dhe mu një shkreti tani. Ke dy fjallë o dhatë, tani jo, po s'ke dy fjallë më thuaj dhe ta mbyllë se, po pret tjetëri, 3. Jo, po, një sen serios e lesë, kjo është... Po nuk të t'i gjonë pra. Ty e di se kjo do të regulloj dhe botën tani. E kaloj me këte pra, me klarinet. Do të regulloj dhe botën kjo tani. Po. Pasi regulloj doktorin. Veç sulme ndaj Spakut që përmendi Ervini dhe që kanë nxitur këtë rreshtim edhe të BE-s edhe të vendet veçanta në mënyrë kritike ndaj qeverisë, mendoj që ndikon edhe vendimarrja. Një mos e në nëzërë të Europën të korruptuar. Edhe vendimarrja. Të korruptuar është. Hajtë.
Vazhdojmë, mentor. Ndikon në këtë konfliktualitet që ndihet, që është latent, edhe vendimarrja në tenderat caktuar për portin e Durrësit, për portin e Porto Romanot, ndikon ndoshta preferenca e kësaj qeverie, ministres Balluku, për një shtet apo për një shtet Për Hollandën. Edhe kjo mund të ketë Dhe Shqipron dhe ata greket e Edhe Hollandës. kjo mund të ketë nxitur. Dhe kjo ka nxitur dhe Gjerman dhe të shikojmë. Ja, të tash. Dhe njëjta gjë është. Kaq është. E njëjta gjë, fotin hundët në gjitha. Dhe ky sistem ka Vetëm një sqarim. Komisioni Evropian, që statistiken, ka vlerësuar prej vitesh, se kostoja ekonomike e korrupsionit në BE arrin rreth 120 miliard euro. Beja, po. 100, se ku është në Gjermania, në BE është? Batoni nuk po thotë 120 miliard Për fondet evropiane. Nuk po thotë që është i ndershëm Edi Rama, Ashtu është më e madhe. Ashtu është më e madhe. Flasim për një Jo. Po kanë filluar. Po bën dhe ata ashtu, nuk ka më Komisioni përgjigje. Evropian ka kritika dhe për këtë, edhe për shkak se është teknokrat. Kush e përbën Komisionin Evropian, pyetja ime. Le këtu, Kush e përbën? Ka një diferencë të madhe mes qeverive kombëtare dhe komisionit. Dhe në rastin e Komisionit Evropian, ti ke pas arrestime, zotre. Qa të me më thonë, Dërsa në rastin e qeverive, po mere krahasojë për tani. Qlidhe ka komtare. Është para. Kjo është argument Nderuar të shikues. Kjo nuk ka logjikë, se më falë, po qysh mundesh me thonë, hajde të arsytojmë Komisionin Evropian, se është produkti Gjermanisë të gjitha vendeve, e 120 miliard. Po mos se ti di që është një debat i madh që nuk janë njerëz politik, që janë teknokratë, që janë në papërgjegjshëm edhe ndodh. Po çfarë lidhje ka kjo? 120 miliard ka korrupsioni. Do bëjmë debat. I lidh gjërat që thoya jo, e lidh kapisën e Gomarit doktori 1 minutë mo. Po mi më shkojmë në Iran, bëhemi si Irani. Thot për shembull Mogherini, thot edhe Edi Rama, kur i duhet të bashkoj këta. E di, fal vetëm se. E di sa Njeriu i Komisionit Evropian thotë Po do themi një gjë zotre. Do të japun një raport tani, raporti në Republikën Islamike të Iranit. Disa është korrupsione? Zero. Po çfarë lidhje ka ai model këta nga që janë demokraci, të shkojnë në këtë dhe kapin. Hajde marri model këto vëndet. Nuk i di këto gjëra ti mo, jo. Jemi në rregull. Po jo, nuk i di mirë. Për cilën? Irani ka korrupsionin politik i dashur. E kisha me raporte, se nuk prodhon Hoxha këtu kishte korrupsionin politik, të therte. Iqi ato diktaturat. Po flasim për sistem tjetër. Ti dhe unë s'kemi qenë asë ditë. Këte jemi duke thënë. 35 vjetë, unë, ti, Edi Rama, Sali Berisha e tjertë, nuk kemi qenë një ditë në këtë sistem. Ne kemi bërë karikaturë, nuk po krasojmi me ta, mo jo, se të mos në të gjënë njerëzit e tonë. Nuk krasojmi mo me Gjermanët dhe me këta, se s'ka si të krasojmi. Por ky po thot që janë vëndet korruptuara. Dhe tani janë vëndet totalisht korruptuara. Dhe me këtë sistem vetëm po rrëmbejnë dhe po vjedhin çfarë të mundin. Atje vetëm është një gjë mirë. Pa ne nuk ekzistojmë, jo. Në Gjermani nuk janë prek institucionet e drejtësisë. Dhe ata i zgjedhin problemet e korrupsionit. Ose edhe në Amerikë, që e ktheu mbrapsht ai atë. Të tarifave. Po prandaj ekzistojnë. E para. Po pra, do me thonë pas ka korrupsion, prandaj ekzistojnë ato. Dy fjalë e para. Indeksi i korrupsionit me indeksin e mirëqenies janë përgjithësim të zhdrejtë. Sa më lart mirëqenia, aq më i vogël korrupsion. Nuk është drejtësia, është mirëqenia që korrupsion. Jemi okay më. E dyta, nëse ne duam të krijojmë një demokraci liberale, pra shtet drejt, ekonomi e lirë, edhe sundimi i ligjit, neve do ndjekim atë model demokracisë liberale që ekziston. Ne nuk mund të shpikim dot ne të demokracisë liberale. Dhe ata që na i kemi pranuar ne të na mbikëqyrin këtë, ata duhen mbikëqyrësit. Dhe kur mbikëqyrësit thonë që duhet bërë kështu, ne nuk kemi zgjidhje tjetër sepse ne duam të hyjmë në Bashkimin Evropian. Janë apo jo të korruptuar ata etj, kjo është një bisedë komplet tjetër. E bëjmë emision në tjetër këtë. Ka që kishim të punë për pjesën e parë, se fillojnë më shkruajnë të një dhe më atësarova. Tani. 330 hetime korruptive në Gjermania në mrenda vitit. Po kjo do thotë që kanë dhe sistemi. 330. Po pra, po të njësime do thotë që ekziston drejtësia. Kjo nuk e bën tjetë korruptuar. Si? Që lufton. Nuk, shko të mos bëjnë krasime me... 60 milion banor në atë... Atere, ju lutem. Jam pak. Kjo ishte pjesë e parë, nderuar të shikuesë, kalojmë në pjesën e dytë, apo bie, do të bie regjimi i Iranit.
Zoti Saliani, faleminderit shumë, 3 kolegët e tjerë do të vjojnë të mbeten me mua. Falenderoj, do të jemi zgjedhjes edhe mund mos ketë thua, ja. Por të zgjidhim të çështjen e luftës me Iranin, njerëz është çështje më e rëndësishme. Jo, mund të bjerën dhe Shqipërisë ata. E përmendaj po Dronët e këto të jedhin se i hodhën në Kipro. Të majnë të edhin 2 dronë dhe ne po na hodhën 2 dronë, nuk i këm pasoja për iniciativën Salian. Tani, do të jemi pranë pjesën e dytë e Ermirgjinishtit. Manza e ka shpallë qeverinë. Do të vijë në vendin e Salianit dhe Orsi Yazexhi do të jetë në një lidhje me ne. Fare shkurt publicitet, rikthehemi.